Të dhënat e Instat tregojnë se shumë të rinj janë ende pa punë në 3 mujorin e 3 të këtij viti. 74.507 të rinj të moshës 15-29 vjeç ishin të papunë, plus 5.300 persona që nga e njëjta periudhë e vitit 2022. Në qershor-shtator 2023, papunësia tek të rinjt ishte në nivelin më të lartë që nga 3 mujori i parë i vitit 2021, kur ekonomia po përjetonte një val të fortë të pandemisë COVID-19. Treguesi i papunësisë tek të rinjt është sinjal negativ në një kohë që kjo grup mosh është gjithnjëherë në të kurrje nga emigracioni i lartë dhe rënja e lindjeve. Krahasuar me 3 mujorin e 3 të vitit 2022, shkalla zyrtare e papunësisë për të rinjt 15-29 vjeç është 22%, është rritur me 1.6 pikë përqindje. Krahasuar me 3 mujorin e 2 2023, ky tregues është ulur me 0.6%. Shkalla e papunësisë për grup moshën 30-64 vjeç është 7.6%. Rritja e papunësisë tek të rinjt tregon se tregu i punës ka problematika me të rinjt. Modeli ekonomik i bazuar në krahun e lirë të punës nuk preferohet nga brezi i ri, të cilët e shohin më me leverdi të emigrojnë sesa të nisin punë në një fabrikë fasonerie ose në një kompani ndërtimi, raporton Monitor. Tregu i punës në vendin ton nuk ka patur një ekuilibër mes ofertës dhe kërkesës për punë. Oferta për punë dominohet nga zanatçinjt ose profesionet që nuk kërkojnë aftësi, ndërkohë që punëkërkuesit shpesh herë janë me arsim të lartë. Por bizneset nuk janë të kënaqur nga profesionistët, pasi sipas tyre nuk janë të aftë dhe shpesh duhet kohë dhe investime shtesë për formimin e tyre.